Barnatoria qendrore e kryeqytetit vazhdon të ketë mungesë të trecit fiziologjik në ACL, me situatë të njëjtë përballen edhe barnatoret private. E për këtë, Oda e farmacistëve po e akuzon Ministrinë e Shëndetësisë, derisa kjo e fundit thot për atë të vënë se i ka furnizuar institucionet e kujdesit parsor me infuzion. Me mungesë të infuzionit në ACL, vazhdon të përballet barnatoria qendrore e Prishtinës. Në ACL, a ka? Heq më mirë nuk qëndrojnë as barnatoret private të kryeqytetit. Në ACL, a ka? Që sa nuk e ne? Në ashtat që dio. E në ACL, a ka? Jo mungesë është. Që sa nuk e ne? Si ka një mund veç. Për mungesë të këtij tretësi fiziologjik dhe të barnave tjera, sipas Odës së farmacistëve fajin e ka Ministria e Shëndetësisë. Në ACL-ja apo solucionet fiziologjike përfaqësojnë barin esencial në fushën e shëndetësisë. Fakti që sot përballemi me mungesën e ACL-s në institucionet publike, gjithashtu edhe në institucionet private, vjen si pasojë e vendimeve të gabuara dhe të gutshme nga Ministri i Shëndetësisë. Derisa në për barnatore ky infuzion po mungon, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, i njëjti është shpërndar në institucionet e kujdesit parësor shëndetësor. Ju informojmë se Ministria e Shëndetësisë ka furnizuar të gjitha institucionet e kujdesit parësor shëndetësor me produkti NaCl 0.9% 500 ml dhe NaCl 0.9% 100 ml, sipas planifikimit dhe kërkesave të rregullta të QKMF-ve në nivel vendi. Andaj, konsiderojmë se nuk ka mungesë të këtij produkti. Gjatë javës së kaluar, në mungesë të tretësit fiziologjik, në Spitalin e Mitrovicës ishte anuluar programi operativ. Ndërkaq ankesat e qytetarëve dhe të distributorëve për mungesë të disa llojeve të barnave kanë filluar menjëherë pas hyrjes në fuqi të listës së çmimeve.